Banorja e njohur e Big Brother VIP Kosova, Dolce, ka bërë një deklaratë surprizë që ka të rënditur jetën pas hyrjes së saj në shtëpinë e Grande Fratellos në Itali. Ajo ka mohuar çdo lidhje romantike dhe ka sqaruar statusin e saj sentimental në një mënyrë të drejtpërdrejtë. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Gjatë një bisedi me banorët e tjerë të Grande Fratellos, Dolce u shpreh se nuk është në një lidhje, duke hedhur poshtë çdo spekulim mbi ndjenjat e saj për ish-partnerin e saj nga Big Brother VIP Kosova. Kam një lloj afërsie me dikë, por ju pëlqem romantik, tha ajo. S'kam dashuri ose lidhje me askën në Big Brother VIP Kosova, tha Dolce. Nga ana tjetër, Edi po vazhdon të çaj çdo ditë për të. Me këtë situatë, Dolce ka hapur një diskutim të rëndësishëm mbi marrëdhëniet dhe pritshmëritë që kemi ndaj tyre.